Shkodra qel muajin maj me ngjyra, aromë dhe shumë gjallëri. Festa e luleve, një nga aktivitetet më të dashura pranverore për qytetarët, nisi më 1 maj dhe do zgjas për një javë të tërë, duke kthyer qytetin në një skenë të hapur festive. Sara Smaja, drejtore e kulturës në Bashkinë Shkodër, tha se festivali do të hapet me një panajër të luleve, një traditë e hershme shkodrane në kultivimin dhe kujdesin ndaj luleve. Përveç panajirit, në sheshin dhe pedonalen e qytetit do të zhvillohen aktivitete argëtuese dhe edukative për fëmijët, përfshirë punëtori artizanale dhe krijuese. Mbrëmjeve atmosfera do të kulmoj me koncerte live në pedonalen e Shkodrës. Sara Smaja ftoi të gjithë qytetarët, jo vetëm nga Shkodra, por edhe nga qytetet të tjera, të bëhen pjesë e këtij organizimi festiv. Këtë vit do jetë festa e luleve 1 javë festime. Ne nisim me datën 1 maj, pra nesër. Do të ketë panajire të luleve, sigurisht dekoret e qytetit me lule. Lulet do jenë kryefjala e kësaj feste, siç është edhe tradita e shkodranëve që gjithmonë kanë kultivuar lulet, dhe ky njihet si qyteti i trëndafilave dhe luleve në përgjithësi. Do ketë organizime të ndryshme, punëtori për fëmijët, për mbjelljen e luleve, pak edukim mbi se si duhet kujdesemi për lulet edhe për bimët në përgjithësi. Do ketë aktivitete kulturore pafund, qendra kulturore e fëmijëve është pjesë e këtyre festimeve. Do ketë koncerte çdo natë tek pedonalja, duke filluar që nga data 1 me datën 2, me datën 3 festës luleve i bashkohet edhe swing maraton, që këtë vit do jetë një gjë shumë e veçantë sepse do jenë 2 festa bashk. Dhe me datën 6 bëhet përmbyllja e këtyre festimeve, do jetë një javë e mbushur plot me ngjyra, me festë, me çdo gjë. Patjetër, ftesa është që për çdo njeri i cili nuk jeton në Shkodër, mund të vinë dhe kanë një fundjavë të mbushur plot me aktivitete, duke filluar nga paraditja, me aktivitete ndryshme gjatë ditës dhe darka që do jetë me muzikë dhe festime. Shkodra këtë javë ofron shumë për të gjithë: kulturë, argëtim, kreativitet dhe atmosferë unike.